Detajet e reja janë zbardhur nga vrasja e 22 vjeçares shqiptare Ilaria Sula, e cila u gjet e vdekur në një zonë pyjore pranë komunës së Polit, rreth 40 kilometra nga Roma. Krimi është kryer nga ish dashuri i saj, Mark Samson, një 23 vjeçar filipinas, i cili e ka pranuar krimin dhe është arrestuar. Si ndodhi vrasja dhe tentativat për të fshehur krimin? Pas hetimeve të autoriteteve italiane, Mark Samson, pas një periudhe të lidhjes me Ilarian, e goditi atë disa herë me thik në apartamentin e tij në Via Homs, në lagjen afrikano të Romës. Pas vrasjes, ai ka tentuar të fshet trupin e saj dhe ka vazhduar të përdor telefonin e Ilarias për të dërguar mesazhe dhe për të postuar në rrjetet sociale, duke krijuar idenë se ajo ishte ende gjallë. Zbulimi i trupit dhe hetimet. Pas disa ditësh kërkimesh intensive, trupi i Ilarias është gjetur mëngjesin e 28 marsit, i fshehur në një valixhe dhe i hedhur në fund të një grimine në një zonë pyjore pranë komunës së Polit. Hetuesi, duke përdorur tabulatet telefonike dhe analizat teknike, kanë arritur të zbulojnë përdorimin e telefonit të viktimës nga Samson dhe kanë zbuluar lidhjen e tij me krimin. Nëna e Ilarias Sulës ka dhënë një dëshmi rënqethëse për mediat italiane, duke treguar se ajo ndjeu diçka të pazakont pas mesazheve që vrasësi dërgonte nga telefoni i viktimës. Ajo ka thënë se e kuptoi menjëherë se diçka nuk shkonte dhe së bashku me bashkëshortin vendosën të denoncojnë zhdukjen e saj. Dëshmia e vëllait të Ilarias dhe takimi i tij i fundit. E pash motrën time për herë të fundit të dielën më 23 mars, kur ajo erdhi në Terni. Ajo ishte e qetë dhe nuk më tregoi asnjë problem. Kjo ishte hera e fundit që fola me të. Nuk jam i sigurt nëse ajo i ka shkruar mesazhet që ka marrë që prej asaj dite. Kishte diçka që nuk shkonte te ai. Fatkeqësisht e njoh. Kemi qenë në shkollë bashk. Gjithmonë kishte diçka që nuk shkonte te ai, tha një mik i Markut. Ai nuk meriton asnjë grim keqardhje, shpjegoi ai. Nuk shkonte shumë mirë me mua dhe miqtë tanë të tjerë, nuk e kontrollonte sjelljen e tij. Ilaria Sula ishte një studente nga Shqipëria, regjistruar në Fakultetin e Shkencave Statistike në Universitetin Sapienza të Romës. Ajo jetonte në apartament me shoqet e saj në lagjen San Lorenzo. Ilaria ishte një vajzë e qetë dhe angazhuar me studimet e saj. Ajo kishte lindur dhe ishte rritur në Terni, ku familja e saj ende jeton. Hetimet e cilat u zhvilluan me shpejtësi zbuluan se Mark Samson ishte autori i vrasjes dhe është arrestuar nga autoritetet italiane. Ai ka pranuar krimin dhe detajet e tij për mënyrën e kryerjes së vrasjes që kanë tronditur opinionin publik.